Si dhuratë për Krishtlindje, presidenca ka menduar që të hapë dyert e saj dhe të japë mundësinë të gjithë qytetarëve që të vizitojnë Mesharin e Gjon Buzukut, librin të cilin Papa Francesku e solli në Shqipëri si dhuratë për gjithë shqiptarët në vizitën e tij historike në 21 shtator. Meshari i Gjon Buzukut ka zgjuar interesin e qindra qytetarëve, të cilët janë drejtuar presidencës për të parë nga afër këtë kopje. Ky libër me vlera të rralla historike e kulturore ka zgjuar kujtimet tek të rriturit, si dhe ka nxitur interesin e të rinjve që ta shohin nga afër dokumentin e parë shqip. Kemi pas ëndër që ta shohim tamam librin e plot. Dikur i thoshim pas thonja e Mesharit Gjon Buzukut. Ka ndihem mirë që kjo vepër e shohin edhe të rinjt sot. Përshëndetje, e pat Mesharin? Po. Edhe keni fotografuar? E kemi fotografuar. Është natyrisht një moment i jashtëzakonshëm kur është e librin e parë shkruar në gjuhën shqipe. Më la një përshtypje mjaft interesante. Është një kopje, por është diçka mjaft origjinale që në këtë mënyrë nuk e kam prit. Është një ndjesi e veçantë, hera parë që e shohim. Unë jam muslimane, por që ka sjell Papa dhe jam shumë e lumtur. Meshari i Gjon Buzukut i udhërua presidentit nishani nga Papa Francesku në dy forma, një në CD dhe një në letër. Kopja e Mesharit do të vazhdojë të ruhet në presidencë, ndërkohë që vetëm sot është menduar që të ekspozohet për të gjithë qytetarët.